Gjithçka do të vijojë dhe kushtetuesja nuk do ta marrë parasysh sigurisht kërkesën e vetëvendosjes. Çfarë kostosh kanë zgjedhjet e parakohshme që bëhen tashmë sërish në Kosovë dhe pyetja interesante është pse zoti Kurti zgjodhi zgjedhjet e reja përballë zgjedhjes së Vjosa Osmanit. Siç duket, kësaj rrove eksperimenti të cilin ka pretenduar ta bëjë zoti Kurti i ka dalë nga kontrolli dhe këtë ka thonë me vonesë, sepse ai nga fillimi ka tentuar prapë si zakonisht që në momentet e fundit ka bëjë një reagim dhe opozitën ta ketë para ofit trim dhe prapë qytetarët e Republikës Kosovës ta shohin opozitën si fajtore të bllokadës, por kësaj radhe nuk i eci plani i mirë, se plan e prishni Lira Demokratike e Kosovës, e cila me kryetarin e saj u deklaru që nuk janë kundër Vjosa Osmanit si presidente, dhe besoj që pikërisht ky ka qenë synimi i zotit Kurti që ta dërgojë ndoshta në momentet e fundit ta propozojë edhe Vjosa Osmanin, dhe në anën tjetër pret që partitë opozitare të deklarojnë kundër, po ndodhi diçka tjetër, partitë opozitare nuk e refuzojnë Vjosa Osmanin si presidente, në anën tjetër zoti Kurti nuk e kishte pjesë interesit të tij që Vjosa Osmanit vazhdonte edhe me një mandat, për shkak edhe të pozicionimit të muajve të fundit Jevonës që e mori imazhi i saj edhe në arenën ndërkombëtare, e pa ndoshta si një figurë e cila po rritej jashtëzakonisht shpejt si figurë politike. Dhe në anën tjetër edhe disa përfaqësues të saj me zotin Rama kohëve të fundit, duke i gjithëve raportit e zotit Kurti me zotin Rama, gjithashtu dërguan drejt asaj që Vjosa Osmani mos jetë ndonjëherë kandidatë për president nga vetëvendosja, dhe u preshën matematika edhe nga opozita dhe zoti Kurti si që po edhe mbrëm në atë seancën e natës politike, u pa që nuk e ka më asnjë ide dhe eksperimenti i tij për orë si duket nuk e mori drejtimin saj të dëshironte. Shabio, dhe një pyetje të fundit kam, nëse ke një koment të shkurtër për letrën e përbashkët të kryeministrit Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić për Bashkimin Evropian, duke e shfaqur veten si faktor stabiliteti. A e dëmton kjo Kosovën në arenën ndërkombëtare? Dhe pse duhet kryeministri shqiptar të përshfaqet të Bashkimit Evropian sikur është bashkë me Serbinë? Edi Rama, në zemër, nuk është figurë në kuptimin që kemi mësuar figura normale politike. Figura e zotit Rama vazhdon të jetë një figurë tepër kontroverse, dhe shpeshherë na ka devastuar në këto taktizime dhe të mund të suaj të tij në mënyrën e paraqitjes në arenën ndërkombëtare, siç është tepër e vështirë të paraqitohen hipotezat të tij individ në rast të ministri i Republikës së Shqipërisë, pesh i merr para vetës, nuk e di, ndoshta po shihet një vetbesimi të trumë, përpej asaj ndoshta dëshiron paraqitet para votës si një lider i cili mund të rrjetë i faktor stabiliteti duke i futur gjitha vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, që prej zotit Ramës mund të drejtojnë gjithçka. Nuk është që de facto do jemi mësuar edhe prej rastit të Ballkanit të hapur që e ka posë ide, e gjitha lëvizjet e tjetër nuk është që de facto nga këto lëvizje taktike politike të cilën ndërmerr zotit Rama që bën më tepër ndoshta për paraqitur para botës si një figurë që të i kalon ndoshta apo politikat lokale, por ideja tjetër merret me politikat globale. E kuptoj. Mira, zoti Shemshi